Kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në një vizitë në Itali, vizitoi panairin ndërkombëtar të librit në Torino, ku Shqipëria prezantohet me stendën e saj. Kryeministri Rama u ndal gjatë në stendën dedikuar letërsisë shqipe, ndërsa e vlerësoi këtë panair dhe praninë e Shqipërisë në të si një mundësi të rëndësishme për të thelluar njohjen dhe zgjeruar kontaktet mes dy kulturave. Është kënaqësi e veçantë që para kësaj stende mund më në fund të gjesh guidën e vetme në italisht të Tiranës dhe Shqipërisë, një punë e përbashkët e një shqiptari dhe një italiani. Një kënaqësi të dëgjosh edhe fjalët e presidentit të panairit dhe të tjerëve për këtë nevojë për të vazhduar për të punuar së bashku dhe për të zgjeruar bashkëpunimin mes nesh, në mënyrë që letërsia dhe kultura shqiptare të njihet edhe më shumë e të jetë edhe më shumë e arritshme në Itali dhe anasjelltas. Panairi ndërkombëtar i librit në Torino është eventi kulturor më i madh në Itali dhe ndër më të njohurit në Europë dhe Shqipëria prezantohet me stendën e saj. Kryeministri Edi Rama gjatë panairit zhvilloi një takim me kryetarin e Bashkisë së Torinos, Piero Fassino. Pas takimit me Fassinon, njëherë është edhe një nga politikanët e lartë të Partisë Demokratike Italiane, kryeministri Rama u drejtoi një thirrje publike shqiptarëve në Itali të bëhen pjesë të kontribuojnë në procesin evropian të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Jo vetëm Shqipëria ka nevojë për Europën, por edhe Europa sot ka nevojë për shqiptarët e Italisë. Shqiptarët e Italisë duhet vërtet të mos e lënë tu ikë kjo mundësi që kanë për të votuar në zgjedhjet europiane dhe pas një dyshim të votoni për Partinë Demokratike Italiane, që është e vetmja forcë e madhe e re e këtij vendi që ka nevojë për energjinë dhe kurajon e Matteo Renzit. Kryeministri ka theksuar se Europa e Bashkuar është projekti i jashtëzakonshëm, projekti më i rëndësishëm që bëri bashkë burra dhe gra dhe e çuan përpara.